më kanë përcjell burri mua, nuk kam ikur vetë una se isha keq për të ngrënë e për të pirë, unë nuk vuanja. Edhe unë vetëm këtë kam që nuk ja tha vetës time o teta, ta the me shpirt, pse hika unë me një të huaj, të është gabimi im i madh. Ai sa nuk të lësh Axhane, më lash Axhane, mua sot të nesër ja më bën një do të çoj sot, do të çoj nesër, unë s'di as gjuna, as rrugën, as gjë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni pikërisht poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në një nga vendet e Bashkimit Evropian, do të habilitaren për një zonjë e cila kërkon të reagojë sot, sigurisht me imazhin e mbuluar, sepse përpara disa ditëve ka parë ish të dashurin e saj, i cili ka treguar një histori dhe sigurisht është përmendur zonja në fjalë, sepse nga ajo histori dashurie ka ardhur në jetë një fëmijë, një vajzë që babai biologjik e kërkoi dhe babai biologjik ishte Pali, një i moshuar nga Përmeti, i cili ishte në live më odetën, tregoi historinë e dashurisë, se si ishte ndarë nga gruaja dhe se si kishte sjell me të dashurën në jetë një vajzë, por që nuk kishte kontakte. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur kur Pali ishte në intervistë me mua, ndjekim të klip të shkurtër dhe rikthehemi. Unë jam martuar në moshën 23 vjeç. Kemi kaluar shkëlqyer. Më kuptoj, bëm 3 fëmijë, ku filluam që të hapu Greqia. Atje duke parë shoqe, filloi shere. Atëherë u detyrova pastaj dhe ika, fillova të kisha lidhje me këtë tjetër. Po tani unë jam mashkull, nuk kam nevojë për një femër. Një në 2 ditë, një në 3 ditë desha gruan time, po s'po vete të bredh për botën. Ika unë në shtëpi, pas u detyrova unë ika në shtëpi dhe një 2 në Tiranë. Unë njohja me atë vajzë. Me ajo që në 2 fëmijëve, jetuam atje një 3-4 vjetë bashkë, po e ditë e gruaja që unë desha të gjohë. Kjo nuk qenë në bazament të fort, kjo rrinte 6 muaj për shembull se 3-4 muaj dhe i ngrihesh mendja do ikën me fëmijët. Kjo ikte. Rrinte ande pasaj ku vinte atje bashkohesh prapë me burrin e saj. Atëherë i thoshte ai, "Ka është kush më mirë, Pali?" Unë jam Pali, po filani. Ajo kërkonte që me domo Zot të bënin qilibërim. Edhe kjo nuk ju durua. Edhe ata të mas i thoshin që do Pali. Edhe më marrin telefon, më thonë mua, hajde shikoj gjupën se liga ka imin ajo. Do martohet. Kjo për martes, vajti të shumë në njëme. Unë në këtu përmet që ishe një pion që shkrishyrë në ajo more gjitha të namë. Unë me zërë nuk e mbajnë, po qupën dhe të mbajnë. Në kapi policia dhe mua dhe atë e nëzorën në. Mua më shadë në Shqipëri, se kam parë më. As vajzë, as atë. Baba i sa tjetë gjallë, unë duhet të ashonjë, se lash jetime. Dhe më mushën qëtë me lotë, duhet të atakoj, më ka marrë madhe që të them kështu me shpirt, nuk e di sa më të bëj. Edhe mund të desh, mund të bjerë, fare. E dëgjuam të moshuar i cili tregoi këtë histori dashurie përpara 20 viteve në shtetin grek kur ishte emigrant, se si u nda me gruan e tij dhe solli në jetë një vajzë me të dashurën. Ishte dashura e Palit, zonja Lika, e cila sot jeton jashtë Shqipërisë me familjen e saj të re që ka krijuar, kërkon të reagojë pasi pretendon që Pali nuk ka thënë të vërtetën e historisë. Zonja është duke më pritur hap dritare dhe e përshëndes. Lika, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Si jeni? Mirë, juve mirë, fëmijët, familjen, burrin, gjithë mirë? Mirë. Ishe irrituar kur pe Pali në live me Odetën. E ka parë sot motra dhe ma ka dërguar, sot motra, unë jam vajzë nga Tirana, nga Kamza, edhe kështu që unë aty e patë ma tregoj motra. Por, sot kërkon t'i kthesh një përgjigje, Palit. Unë do atë kërkon, qatë kësi përgjigje, unë do atë them të vërtetat e mia, se ai ka gënyer të gjitha ato që t'ka thonë ty, zemra ime, nuk janë asnjë gjë e vërtetë. Unë do atë them të gjitha të vërtetat e mia në rast të parë. Ai me burrin tim, ish burri im që kam dënur për 17 vjetë dhe kam 2 djemë të martuar, jam bërë gjyshe si kam parë fëmijët e mi, as mbesat e mia, nuk i njoh, dhe unë jam darë, më kanë darë, ka ardhur në 2002, ka ardhur nga Greqia.
Greqia vetëm ai në shtëpinë time ku kam qenë me burin tim ish burin tim, e ka djalin e Hallës, ish vjerën time, e ka Hasën, motrën e babait vet. Por tani që të flasim dhe unë dua të pyes, si e njohur ti me Palin, se me Zora i nuk ka marrë? Do të them të vërtetën dhe kjo është e vërteta. Edhe nuk të gënjej, nuk kam se të zete as fëmijët, një zot lart që është, po e them me shpirt. Ai ka ardhur tek familjet e burrit, unë isha me burrin, me fëmijët, edhe unë isha një burr shumë të mirë, po ishim çik të varfër, ishim çik të ngushtë, halidemi kemi ndënur, ishim ngushtë me shtish me një dhomë. Më fal për shtëpi nuk ishim banjo. Nëse, edhe vjen ky na tregon neve për në Greqi në 2002-shin. Jam kështu, jo ashtu, edhe i tham neve, të vim unë me burrin tim. Sa me flamur burin tim, emri. Sa, hajdeni, sa buri, sa, pasaj sa jo, sa, por ka vetëm punë, vetëm këtu. Po unë ne të drejtë, unë edhe buri, sa, punë ka vetëm për bura, sa, për grata, më falë, vetëm për gra në për plaka. Edhe pastron, edhe gjëgo, edhe në për shkallë. Po më shumë të plakat, futesh brenda, edhe bën lek pasaj të marrësh familje. Edhe ne besuam, unë edhe buri kemi ikur nga mali. Kemi ikur nga mali, jo nga mali, sa do ikim nga mali njerë, pasaj jo sa, po mu kam lek, sa jo andejo po këte, edhe ne s'kemi buk të hami, thashun, ja qurë kemi bërë lidhje neve, që unë shkatruam deri tani. I tha dhe buri, ne s'kemi lek, pa lek nuk vim tot, as pa letra, as i gjë. Jo, sa do t'a bëj unë kam kartën time të librezës të lekve të mia që kam ledhur unë në Greqi, e kam unë me vete, do t'a prish ato lekët, e do t'i heq unë 1.000 euro, tha. 1.000 euro në atë kohë. Edhe ky i hoqi lekët, pagovi, më fal, nuk i ka hequr lekët aty, ky më futi në borxh mua me motrën time. Edhe i kemi kërkuar motrës time, edhe na i ka dhënë ai burri motrës time. Sa mirë atëherë, nëse që ka puna kështu sa burri motrës, i një tha dhe Milani, sa foli me burrin tim. Po pra, fjalë burash. Në momentin e dashur Lika që kushuriri i burrit, pra Pali, erdhi në shtëpinë tënde, të mori vetëm ty në Greqi apo u mori të dyve? Jo, vetëm mua, se tham, të vi edhe burri, thashun, edhe fëmijët e mi do t'i lija tek mamaja ime, të dy çunat, ishin 9 veqër, njëri djali i madh 14, djali i vogël 11. Sa po nuk mundemi, tha, nuk ka punë për burrat, hajde një shtisa, edhe diskutuam, e ky vite ndonjë gati një muaj aty, ndonjë ky, jo te neve, s'flitet tek mua, se unë s'kisha dhënë. Edhe flitet në për njerëz të tjerë. Nëse tha, ashtu, ne biseduam me burrin, i thashë flamur, se ne besuam për gruan e këtij, edhe tham neve është grua e mirë. Eci, folëm. Edhe vajtëm, nëse tha, do shkoshin, tha, mua do shkoshin dhe tha shumë do mbledh lek, tha shumë do të marrë ty direkt flamur me gjithë fëmijët. Edhe ky tha kështu e disfotovi, do të vi unë ty flamur, tha, do të vi të marrë me gjithë fëmijët, tha, sa të marrë rrogën e parë Lika, tha. Në rregull. Edhe kështu e bëm, ne mora lekët borxhu tek motra, mi dha motra mua, edhe i mori lekët ky, edhe u vetëm këtë që nuk ja tha vetes time o teta, ta them me shpirt, pse hika unë me një të huaj, të është gabimi im i madh. Se jam gruaj 60 vjeçe, nuk jam fëmijë, po në ato isha shumë e re, isha 34 vjeçe, edhe thash, mendova vetëm të bëja jetën e fëmijëve, këtë ta them me shpirt të drejtën, jo se kam dashur Palin, as nuk kam patur dashuri, as nuk e dua, as i gjë. Nuk kam pas dashuri se unë kisha interesat e mia, do vija për fëmijët e mi dhe për burrin dhe për një shtëpi, për në Greqi do vinja, që të bëja një jetë më të ndryshme se ç'isha. Edhe në momentin që mbrite në Greqi, ti bashkëtove me atë? Po prit, ikëm neve, e në çovi ky si përfundim pa lajmëruar gruan e vet. Dhe ne i tham tu kanë ardhur rrethanat. E ke lajmëruar Rifkën se Arife ka emrin e shoqja. Jo, asa nuk thot gjë, jo tha. Nuk thot gjë i tham, po tha, dhe i shoqe do nuk tha. Po nese tham neve besuam prap neve këtë. Edhe unë marra dy rroba për vete, ikim, më
ka përcjell burri mua, nuk kam ikur vetuna se isha keq për të ngrënë e për të pirë. Unë nuk vuanja, se unë isha në punë, punoja në fabrikën e kputzëve në Tiranë, edhe burri punonte në ndërtim, në komunale, me to ujrat e, jo me ujrat e zeza, me ndërtim, me to lulishe. Po, më lejo edhe të Edhe ishim në punë. Edhe neve shkonim, do thamë do shkojmë, por vetëm për shpi më shumë. Edhe nëse vajtëm ne atje tek kur afrohemi afër në shtëpisë të këtij në Athinë, i thot të shoqes, kam ardhur me gjithë nusën e flamurit. Çka ke bërë ti mori, tha, ku do ta sjellësh ti atë, tha. Edhe ajo nuk më priti mirë mua, reagovi një reagim shumë të keq, ato pastaj vajta në shtëpi, unë nëse as nuk më priti, as nuk më përcolli, nëse ajo kishte punën ajo të drejtën e vet, si grua, se ky se lajmërovi. Tash, neve besuam që do na priste mirë, ajo do ajo do t'ju pres, do ju bëj, nëse më ka gjetur punë për brenda 4-5 ditë të pastria shkallët. Punova unë aty 3 javë, 4 javë, kam punu gati një muaj, mora mirë në atë kohë, 2002 kam marrë 500 euro. As nuk i pash motra jote ato lek, as nuk ashtu. Ai mi mori ato lekot mua, ajo shoqja bëri një sherr aty. E dashulika, deri në këtë moment, kur ti vajte, gruaja e ti nuk të priti mirë, ti nuk i kishe kuptuar që Pali kishte diçka me ty? Rrugës nuk kuptova asgjë nga ai, asgjë. As nuk më preku, as më tha asgjë, nuk më tha asgjë. Se unë nisa me ato të flamur, me të burit tim. Ikëm ne, dolëm, ishim mirë, hëngrëm, pim, asgjë veprimi. Kurse, ku kemi pasaj bëri një shere shoqja, ja do ta heqësh ti nga shtëpia ato për mua, ja tha unë, do marrë policin, tha se ajo është pa letra. Unë kisha prit, thash unë do atiki në shtëpi. Në atë kohë, do atiki në Shqipëri, kam thënë, në atë kohë, ajo flamuri ka marrë në telefon, se i nxori llaket kjo, në moment që t'jenë të lidhura llaket, kjo merr burrin tim në telefon. Dëgjoj, tha, unë kam parë burrin tim, tha, Palin me gruan tënde, tha, do po puthur, as po puthesh, as nuk po bënim gjë me Palin, asgjë s'kisha. Se ai po më ndihmoi me gjithë punë, më çonte tek më foli me ato pronarin grek, se unë nuk dija greqisht fare, edhe që për punën time, edhe më priste mua kur vinja dhe kur ikja unë, se ikja herët në mëngjes. Në orën 4 të mëngjesit. E nise, edhe ajo, me të drejtën e asaj, ajo, unë jap të drejtë u bë dhe xheloze. Nese, unë nuk i bë fare asaj, u bë xheloze. Edhe, tha flamurit, ajo tha, të dyja ta duhen, tha. Flamurit e dëgjovi, të fjalë, unë foli me fëmijët, djali madh më ka pirë ilaç miu. Edhe djali madh u smur, u shtrua në spital. Ishte në gjendje shumë të keqe, kalovi në depresion, edhe më tha mua, tha bëhet të vish patjetër. E unë i them ti Pali, dua të iki për Shqipëri se djali jo, tha, ai gënjen, nga këto llafet nuk i harrën kur gjithsa të vdes. Tha, flamuri gënjen, tha që e ka bërë rifka, tha këto. Tha, jo, i thash unë, është e vërtet se flamuri nuk gënjen për djalin që ka pirë ilaç miu. Jo, tha, gënjen, ai më merr mua, mori te ato, na puna lajmëroi ato, nga dy shqiptarë që punonja unë aty që pastonja, i tha, ne nuk do vim më kjo, tha, në punë, aty ne do ikim, tha. Edhe më merr mua, më çon në Kallamat. I thash po mua më çon në Shqipëri. Jo, tha mua. Ne do ikim atje, do t'i rregulloj punën, do s'ki merak, më tha mua. Ky pasaj, unë kur lasha, odeta kur lasha, kishte një kamerë, ky kishte vënë një kamera. Edhe më shikonte mua kur lasha, ose kur ashtu, nuk e di ku e ashtu, edhe ato fotografitë e mia që më shikonte mua, më fal për shprehje, që isha e zhveshur në banjë, ai që ka dërguar te burri im, ish burri im. Edhe burri i besovi këto. Edhe në atë kohë vemi në Kallamat, aty filluan shirit më keq. Burri në Shqipëri këtu nuk më la mua, mbas një muaj më ka lënë mua në Shqipëri, më çovi. I thash unë do shkoj me ngula këmbë, që unë do shkoj në Shqipëri patjetër. Më nisi thash se unë s'bija as rruga se gjë, mos më kapi policia se jam pa letra, thash. Mos më kapi më bë apela, më bën më shkatroni, thash. Ose më marrin në burg, thash pa letra mendoj. Se unë isha dhe erina, po 34 vjeçe. E dashurita. Në rregull, tha, më çovi ky mua më solli.
gjë, më çovi në shtëpi tek Flamuri, po Flamuri ishte i mërzitur dhe fëmijët nuk po deshin, as Flamuri nuk po deshte, se ato erdhën një shfrytëzim që unë nuk bëra asgjë me Palin. Më thonë të drejtën, në fillim fare. Pastaj u vajta në Shqipëri, unë Flamuri më ka ndarë buri, më ndavi ligjërisht, direkt, më dha ato të letrën e gjyqit, je ndarë ka, nuk kemi gjë bashkë, edhe nuk mashtun edhe as me fëmijët as i gjë. Sa kam ndonjë runa aty që unë ktheva unë, as 2-3 javë, sa mua nuk të mbaj, tha, urdhë letrën ta dhe do ikësh, ta nuk do rish këtu, tha mua. Edhe unë rikthehem te familja ime, te prindërit e mi. E dashur, Lika, dua të pyes, dhe pse ka kaluar kaq shumë vite, deri në momentin që ndodhi divorci me bashortin, ti kishe nisur një marrëdhënie me Palin? Po, pasaj u lidha unë, se u shkatrova, që nuk më lindë rehat, prit më falë. Më mori Flamuri, se tu është prit, se u bën gati 20 vite këto. Ish buri më mori, ky nuk më lindë rehat, vinte aty, e nxirrte ato fotografi që kishte marrë në kamera, i nxirrte, edhe ja tregonte punatës time, punetërve të mi, edhe Flamurit. Edhe Flamuri pasaj mua mi të turp se ne ishim në një trungë aty të tre, ishim 3 kurora në një shtëpi aty, ishim shtëpi private, edhe ata ishim bashka, ai i tregonte në ato, se ka fajin, ajo ka fajin, ajo më tha që nërë grua në më merë mua, si do linja unë burin tim të ri, unë buri sot e kam 61 vjeç, unë jam 60 vjeç e për vete. I qartë, e dashur Lika, por buri jo si reagoj, se ky ishte kushuriri që po i merrte gruan. Buri im është sëmur, Odeta, djali në ato që mori vesh fiu i Laçmiu. Djali më ka birë i Laçmiu mua, nga që i erdhi turp, se ai nxirrte fotografit. Erdhi dhe kur më mori mua për hatër të fëmijëve, jo nuk ishte do i dashuri, se ishim pite vegjën, edhe për hatër të fëmijëve, më mori prap Flamuri, buri, edhe tha hajde. Ai nuk më linte rehat mua, Odeta më vinte ore minut, edhe pastaj më ka përzoni më shoq, mori vllantim, të gjitha nuk dua më tha se ai fotografit i ka bërë, unë besoj ato tha, fotografit tha. Ore nuk ka nese mos ta zgjasin, ai tha ti ke me ato tha. Edhe unë i ka nuk mundesha të rinja më dot aty, ti me ato tha, e shoqja më njan fliste e frymëzoi shumë keq Flamurin, edhe ky po që mua ai më ndeshte për vete, se ai që në atë kur ka ardhur për herë të parë që erdhi dhe ne na tregoi historinë, unë nuk fle me gruan, nuk më afron, unë jam mashkull, ne me besuam me thamë dhe se hajde, palese si ka, fliste me burin tim, nuk më trajton si burë, jo kështu, jo ashtu, jo jam brenda, ajo punon në përplaka, unë jam vetëm, nuk ma vërë, ja kështu. Këto gjëra mi tha dhe mua, realisht për marrëdhënie që ka pasur me gruan. E dashur Lika, që në momenti që buri të divorcoi dhe deri më sot ti me 2 fëmijë nga martesa e parë nuk ke kontakte? Jo, nuk kam. Që në 2002 deri më sot unë me fëmijët e mi nuk kam kontakta si kam parë. Mua sytë e mi vetëm lot nxjerrin. Vetëm lot. Por pse? Vetëm lot. Ata të kanë quajtur fajtore për ndarjen me babain e tyre. Po, ato, unë të thash, kam bërë një gabim të madh që i ka qenë në fillim mos të iknja. Pse ti ikni ose dhe buri më tha mirë shko ti. Po ti ishte dhe ky im shoq, tamam, burr, tamam. Si që themi ne, dhe thoshte do iki unë, mos shko ti. Se dhe burin, a i gjithi pikën e dobo që im shoq ishte i urt nga karaktira, edhe thot, sa që hajse edhe ky është i urt. A i thoshte ma, është i urt a i që do bëj, thoshte, lërne, që do bëj. Se ky dëgjon me zemër, ky nuk është se ka vajtur vetëm me mua, nuk ka vajtur me kushëria, nusët e kushërirëve të vetë. Me çunin e tezës të vetë ka vajtur nusën e çunit të tezës të vetë. Ky na ka treguar vetë historinë para se të ndodhte me mua. Edhe unë kur jam fejuar me Flamurin, unë kam qenë 18 vjeçe, ai ka ardhur me gjithë vjerën, ish vjerën time më kanë kërkuar për nuse. Ka ardhur si daje, gjoja. Dhe Lika, çfarë ndodhi pas divorcit me bashortin tënd? Ti u ktheve te prindrit? Pastaj
Unë s'kisha lidhje me fëmijët, u detyrova pastaj, ai e mori vesh që unë ndava me ligj, i thash më ndave me ligj, nuk më linte rehat, vinte, unë merja policinë edhe tek mamaja që ishte, se sa linte rehat, vllai tim, njerëzit e mi, nuk i linte rehat, e motra ime, unë e dua me ekspozovi gjithandej, e si përfundim, unë pastaj thash, çfarë do bëj unë këtu me fëmijët tam, të them të drejtën, edhe ika për në erdi ky, sa që do të bëjmë hajtë të ikim, sa mua, më falë, se më gënjeli dhe këtu se ka shumë vite. Neve kishim ato borgjin e motrës që mora unë dhe motra nga kërkon ato borgjin. 1.500 euro, po. Po, 1.500 euro. Edhe i kërkonte, edhe më tha mua, ajde më tha mua të punojmë, bëjtë lekët se ka ullim tani, sidomos sa tetorit, shtatori, tetorit, nëndori, kështu, ajde tha që të mbledhësh lekë për ullim me ullim edhe me rokama tha është 30 euro, tha, dhe i merë ti mbledhë dhe je jep motrës Unë të them të drejtën e besova. Pra, kanë qenë shumë e drejtë. E besova, thash mamit, do iki, thash unë, edhe ajo e dine që unë me këjika. Thash unë do iki, thash unë undava, do iki me këtë. Por, Ky ka qenë momenti që... Asi gjë zbora, gënjente pra. Kanë fitur në për hotele, në për lulishte, asi gjë. Vetëm është mashtrus, është... E dashulika, ky ishte momenti kur ti u ribashkove me Pali dhe nise një bashkëtesë, sa jetuat bashk? Nuk rinja unë shumë, se unë e kisha mënit e fëmijët. Mua vinja dhe do iki prapë, thosha, unë nuk ri këtu me ty. Nuk ri se ti po më gënjen, më pse, asi gjë, do të bëj me letra, më thoshte mua, do të fut në punë, asi gjë rinim kohë, në kalli njerëzit, rini në përdyrët e botës, klinja jashtë, unë s'isha ku të laesha, i lutesha njerëz dhe isha femër. Unë ato se kisha, unë në Shqipëri ku isha me burin e kisha ku laesha, kisha një vend që laesha, ndrohesha, ka vjetur jashtë të polulishte me atë. Ka fjetur jashtë të polulishte, nuk kisha ku të laesha, të ndrohesha mbaja erë. Wow. Po, se sa pranonin, a i kështë një vla atje, a i vla i vetë, si që ka hyrë, e ka dhe vla i vetë burin tim djallë e halës. Jo, tha, ti na ke turpruar, i tha, këtit Pali, ti na ke turpruar, tha, na turprove gjakun, a i turp, mirë unë nuk jam asi gjë me Pali në gjak, po a i, ku i qovi gjakun, jemi shqiptarë o deta, jemi shqiptarë dhe nuk duhet ta bënte a i mos të thot aty, që sila ty të thot me tjetë burë, ta ma, burëri, për këtë nuk më flasin fëmijët dhe gruaj se unë kam hyrë në gjarë. Ai ka hyrë në gjarë. Jo vetëm me mua, po ka hyrë dhe me çunin e tezës, ja ka për nusën e djalit të tezës. E dashulika, u dashurove me Palin apo ishe detyruar të rije me atë njëri nga rrethanat që ndodhen? Jo, si ishte dashuruar, as nuk e desha, as nuk e kam dashur, as nuk e dua, nuk jam dashuruar as i gjë me Palin. Unë ika për interesat e mia se do laja borxhin për atë të motrës time, se ai burri vetë sa me duan borxhin, motra ime nuk punon, vetëm i shoqi punon. Edhe kështu që unë tha i kam dhënë lekët ta kursimet e mamas time, tha unë i dua lekët. U bën kaq vite. Edhe unë tani po të fundit kam larë vetë ato lekë, 1.500 euro. Vetë kam larë, kam ja 2-3 vjetë që kam larë vetëm ato lekë, vetë me bjeshtën time. Po në total sa qëndrove me Palin? Po sa, nuk kam zgjatur shumë që të rinja. Shkonja vinja. Hajde më thoshte, mos e ka marrë shtëpi. Hajde se do rregullojmë, do të bëjmë me letra. Ja do bëjmë për zotin, në zinë TV. Hajde se do rregullojmë, do të bëjmë kështu, do bëjmë ashtu. Erë në fundit pasaj kur kemi ikur, erdhi ky më mori mua, tha, do ikim dhe do lash dhe borxhe, do të rregullohemi, do bëjmë ja se ka dalë ligj, mos di asgjë. Unë e besova, tha, kur vajtëm aty nga Shtatzane mua ky, i thash unë nuk dua fëmijë, thash unë kam fëmijë, unë jam një moshë të madhe, thash 38-39 vjeçe kam bërë gocën Linda. Po, 38 vjeçe në Shtatzane, unë thash kam fëmijë, dhe ti ke fëmijë, nuk dua të bëjmë fëmijë, thash. Jo, tha, ai sa nuk të lë Shtatzane, më la Shtatzane, mua, sot të nesër, jam më bënjente, do të çoj sot, do të çoj nesër, unë s'di as gjuna, as rrugën, as i gjë. Se unë kisha dhe prit të dinja, edhe thosha, ku të dalë, thosha, në kam dhe i policit dhe gjuhën se dinja asi gjë, se për të këto. Nga kjo marrëdhënie erdhi një jetë vajza që ai e kërkon vajzën sot dhe nuk e njeh. Po, vajzën e kërkon dhe vajza nuk e do fare, se
vajza e di histori. Ai baba thot dua të takoj vajzën, tani të lutem, dua të më shpjegosh. Ti i ke shtatzan nga ai, çfarë ndodhi atë ditë që u shkëpute përfundimisht me Palin? Unë ika dhe linda atje, se nuk më linde, nuk kisha ku të shtoja shtatzane. Ai thash ku do shkoj në Shqipëri, do vinte turp, do vinte në Shqipëri, do vinja me shtatzane, dhe ai opinioni në përkomshit e mamaja, se ishte në përkomshit e mamaja më përprovi atje, më vinte aq turp, të gjitha të komshit e morën vesh, edhe mua vinte turp. Edhe unë detyrova, kur i thonë hëndra xhama me dhëmb, edhe kam ndonjur gjithsa linda vajza. Pastaj unë kam folur me njerëzit e mi, me kushurirat e mia që kam vite në Greqi, dhe i thashun do vini të merrni, thashun se unë nuk ri. Hajde më tha mua. Edhe unë i thashun ti do iki, thashun atje. Po pse ti ta do ishësh po gjithoj? Jo, i thashun do shkoj njëse ka marr malli, thashun, se ky s'to linte. Tha mirë, edhe unë hika, pastaj mua këto ma kanë gjetur buri. Jo, shtetas drejt, unë jam shumë mirë me atë, edhe shtetas i drejt, ajo njeh ato për baba, e ka marrë për sipër dhe ka rritur që fëmijë të vogël, ne sa mungon asnjë, deta ne jemi shumë në mes të plumb të dorës, kur i thonë na ba si vesha me zvianët, goca, kursa nuk ka asnjë, nuk ju mungon. Edhe goca thota them dhe këtë, që unë nuk e dua atë për baba, nuk dua të më flasësh mama, dhe unë kam një baba, thotë. E dashu Lika, në momentin që ti ike, nuk i tërgove të vërtetën që do ike përgjithmonë nga Pali se kishe frikë, më the. Po, nuk do më linte. Pse do riau të torturohesh aty dhe fëmijët e aty të vinin më kërcënonin, që ngron druun. E di si ka thënë dhe shoqja, se tregon ai këtë, që shoqja erdhi dhe djali i madh erdhi edhe më shqye derën dhe më agris të më çanin barkun me kaçavit, nxirre ato fëmijë sot ata do të vrasin me gjithë kaçavit, më thoshte mua i djali vet i madhi. Edhe shoqja, bërtiste ulërisë aty të ajo shtëpia që kishte marrë një shtëpi me qyrak Pali, edhe që rinim aty. Edhe do ta heqësh fëmijën, jam detyruar unë, ja them të drejtën edhe ta pyesësh ti atë, i kam thënë unë që do ta heq fëmijën, thash, do ta bëj thash fëmijën që unë desha të iknja, të ikte ajo nga Afrika. Kështu i thash, kot. Se unë isha 8 muajshe, nuk iqeshe më fëmija. Edhe unë e rrita, e mbajta fëmijën, edhe nuk e thash, nuk do të heq, do ta mbajtash. Nuk ka problem me kë kam. Fëmijën do ta mbaj se e dua thash, me veten time, sa është fëmijë, s'ka faj fëmija. Edhe kështu që fëmijën e mbajta, ato më kanë bërë presion, më vinin dhe njerëzit e këtij që kishte, ato s'kisha asnjëri, ai vinin e më rrifnin, më thynin dyert, më thynin xhamë, kisha frikë të dilnin jashtë. Ti e dhunuar nga njerëzit e Palit? Nuk më kam prekur me dorë, po kanë dashur për rafi se ishte Pali, apo arriti Pali që erdhi, që e mori të shoqen dhe djalin, se erdhi i biri, dera me kaçavit, të hapte, me kaçavit edhe e shoqja, erdhën të dy nënë e birë, por arriti Pali që erdhi me vrap, që e kapi dhe i mori që i hoqi, se ato do më vristin mua. E dashur Lika, Pali, përpos gjithë shka e mua vjen keq për gjithë histori që dëgjova sot nga ju, ka treguar që të ka dashuruar shumë. Ai ndoshta dashuron se ka mbitur vetëm si ai peshku pa ujë, po nuk më ka dashuruar mua se më ka mua, çfarë më ka mua? Ai është gjyshi im, ai është babai im me mosh. Unë nuk kam bajt interesit e mia, nuk kam bajtur as për interes për lekë për Palin, as për shtëpi, po ai më mashtrovi dhe mua dhe burrin tim. Se po të ishte burr, ai tamam ti thoshte burrit tim, jo klam, nuk marr graun, unë do të marr ty që të kam vëlla, ti e gjaku im, ti do vish përpara. E gjithi flamuri që ishte i dobët edhe i drejt, edhe unë pa ashtu e besoam, edhe na gjeti neve dhe ika unë. Ai tash flamur se po shkoj unë nuk ka gjë. Edhe mua flamuri më besovi për gjithë shka, e besovi gruan e vet, unë nuk ura si gjë, ai në atë kamerën e vet që shte bler një çat ka bler, po e di unë, i bonte fshirazi, edhe gocën shu e merrte fshirazi me kamera, i vite kamera, fotot. Por gjithsesi, ti u shkëpute nga ai, vajte në Selanik të kushurirat, ato të gjetën një shtetas grek dhe ti u martove direkt. Po, u martova, unë e kishim bërë muhabete dhe ai më pranovi shumë mirë, dhe ai me fëmijë dhe unë me fëmijë, më pranovi sa mas i gjë, i bëm letra, unë jam me liq, me gjitha e martuar, edhe vajza dhe kështu. Por gjithsesi, përpos gjithë shkaje, pse e ke penguar Palin që të ketë kontakte me vajzën, sepse ai është babai biologjik? Ja ta
them unë ty pse. Ai më ka shkatruar jetën te fëmijët që unë s'po flas me fëmijët e mi dhe nuk ka të drejtë të flas me vajzën time fare dhe vajza nuk e do njëherë. E dashurika. Edhe ti ishe në vendin tim Odeta çu ta bënje, se ka bërë një krim të madh, dy hyje, më kanë dhënë dy hyjet e mi. Më ka shatruar me themel, se ky është gjak që unë flas me njëri, me fëmia nuk më duan, edhe ti ishe në vendin tim kështu do ta bënje. Edhe nuk ka të bëj fare të flas ai. Mos kërkoj fëmijë fare. E dashurika, po të flas shumë sinqerisht, po flasim sikur je motra ime. Po zemër, po motra ime, po. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe Palit, është gabimi jo dhe i Palit. Unë besoj që të dy keni gabime. Po, e drejtë është, e drejtë me dy janë. Por, pse fëmijët nuk të flasin sot, është për shkak të gabimit që ti bëre. Por aman, që vajza që ti ke sjellë në jetë, ka baba biologjik Pali, këtë ti nuk ja mohon dot. Jo për natin që pse ai ndau nga burri nuk e do vajzën. Ta them unë ty, vajza nuk e do, i kam folur unë, dhe vajza tha, ky është për shembull unë, ka ana ime unë që mua kanë ndarë nga fëmijët. Kurse vajza personalisht nuk e dua, thot madhe dhe nuk dua të më zësh në gojë të. Edhe tani që i tregova unë, ajo mërzit, nuk ka punë ta kërkoj më. Vajza i kërkoi, i dërgoi një mesazh që nuk mos më kërkon më. Ty aty nuk i erdhi keq edhe tur për fëmijët që kishte fëmijët e parë, me gruan e parë. Po ti për këtë, tani se ngeli rrugëve, u plan. Se si avarin njeri, si avarin fëmijë, edhe do të marri një vajzë, një fëmijë të vogël, një foshnjë akoma që është e paritur. Jo, ta vajza nuk e do. Unë nuk e imponoj vajza është e rritur, kupton çdo gjë. Vajza është rritur në Europë, vajza i di të gjitha. Ju nuk jetoni në Greqi, ju jeni larguar nga Greqia, jetoni në një nga vendet e Europës. Po. E dashurika, unë e kuptoj që vajza sot është 20 vjeçë dhe nuk e do babain se nuk e njeh, por nëse do ishte rritur me babain në kuptimin në distancë, duke folur ti për babain e saj, ajo do kishte dashuri, besoj. Nuk e di unë atë, se sot janë, dëgjoj, sot janë fëmijë, sot janë mirë, edhe kur vjen fundi nuk i duan baballarët, edhe nënat. Ashtu dhe, nuk i duan. Edhe unë fëmijëve të mi kam treguar historinë, nuk kam çuar mesazhe fëmijëve të mi. Edhe ish burri tim kam treguar historinë time të vërtetën. Gabimi im është që unë i kam. Bula këm i ka unë për shtëpi. Do bëhesha unë burri, po nuk bëhet gruaja burr. Duhet të ishte burri. Unë isha që u bëra. Gabimi im është tu. Unë të kam fajin tim. Që isha me burin, pandaj kur ndava unë ishte tjetër gjë që i ka unë për interesin e lekëve, që të vija të punonja, të bëja ato lekë e i pja motrës. E dashur, Lika, unë e kuptoj që sot hyre në live me Odetën për t'i kthyer një përgjigje Palit që jam e sigurt që është duke na ndjekur. Pas 20 viteve ndarje nga Pali, çfarë do i thuar sot? Ti e ke dëgjuar me vëmendje gjithë intervistën? Po, e kam dëgjuar unë dhe vajza dhe edhe motra ime. Unë dua që nuk dua të më lërë rehat me punën time, me hallet e mia, problemet e mia, vajza nuk e do, edhe më tha nuk dua të dal as në telefon, as i gjë, nuk dua fare. Po më deshe mama tha, më mbaj kështu si jam tha, mos më shqetëso shumë. Unë nuk do ashtu fëmijë do ta imponoj që të flasim me Pali. Ata se duan fëmijë që i ka rritur, që kanë dashuri dhe sot po surite, sot Odeta dhe gjo zemra ime, kam motës, kam shpirt. Sot do atë që të rrit, atë që t'jep dashuri, atë që t'jep edukat. Atë që jeton. E qartë. Jo atë që nuk jeton. Ajo është rritur nga një baba tjetër dhe sigurisht atë njerëz si për baba, kjo është e kuptueshme. Edhe ai ja ka plotësuar të gjitha që nuk i mungon një fije floku, as mua, as vajzës. Na respektojnë edhe vjera që kanë, edhe gjithë familja e burrit tim dhe na respektojnë dhe na peshojnë. Edhe vajzën time, të gjithë. As nuk diskutojnë muhabetin fare për vajzën time. E dashur, Lika, mesazhin ja përcolle Palit, por dua të të pyes për 2 fëmijët nga martesa e parë se e kuptova që i ke plag në zemër. Nuk e tentuar të vish në Shqipëri ti takosh dhe të flasësh nga afër duke ditur që janë bërë prindër? Po, e drejtë është me ty jam, sot kanë
kanë Instagram, kanë TikTok, kanë rrjetet sociale, i kanë marrë, i kanë folur, më kanë bërë blog. Vetëm me burin, ish burin, flas shumë pak, nga njëherë nuk më hap telefonin, nga njëherë tha nuk kam fuqi të flas me ty dhe si ke fytyrë që të më flasësh, tha, i kam kërkuar vetëm dua të flas 2 gjëra, i thash. Që unë kam gabim, që kam bërë gabim që ika që në fillim, i thash. Vetëm këto, nuk dua asnjë gjë nga ty, i thash. Unë e kërkoj falje, thash ty dhe fëmijëve të mi, që unë ika vete para. Gabimi është që kam ikur gjë në fillim, kjo është e imja. Por i ke kërkuar ish burrit që të flasësh me fëmijët? I kam kërkuar, tha, po deshe boje vetë, unë nuk mundem t'i them, tha. I thash të lutem, të flas me fëmijët me ato 2 mbesat. Unë kam besat, njëra është 9 vjeç, tjetra është 5-6 vjeçe, nuk i njoh, as më njohin për nën mua. Edhe i thash të lutem, thash të flas me fëmijët, me nuset e fëmijëve, me mbesat, në asnjë mënyrë, tha, nga mua mos prit asnjë gjë, tha, mos bëj fjalë kopsa. Por, po, që e zonja bëj, unë i thash të vërtetën, unë i kam marrë, më kam mbyllur, më kam bërë gjithandej, rrjetet sociale më kam bërë blog. Dhe nuk kam, as me vllajën tim nuk flasim, e kam bërë blog, as me motrën time, e kam bërë blog, nuk kam. Pra, gjithë familja, le të themi, ti nuk e kontakte më, që kur ndave nga burri? Po, nuk kam, as i kam parë fëmijët, as më kam parë. Jo, as me motrën, as me vllajën tim. E din fëmijët që kanë një motër? Po e din se i kam thonë unë, po i ka thonë, i tha kjo, se mua kam folur unë të vërtetën historinë me ish burin, edhe më tha, e mora vesh, më tha mua, se thash unë do klasim të drejtën tash, e do më thuash çfarë të kam thonë ty për mua. Edhe i kam thonë të vërtetën, tha më ka thonë nusja e palit, tha që ajo është shtatzane, tha, edhe do lindin, tha. Se ajo thoshte kështu, lindë e fëmijë edhe hiq në Shqipëri, edhe lëre fëmijën, por kush është ajo lënë, më i thash, si të vjen turp, më i thash, ta lë fëmijë, po fëmijë se lë kur, më i thash unë, nuk është problem me kë kam, nuk është problem, se babaja ai është, por unë nuk e hedh fëmijën poshtë, gjesh sa të kem shpirtin në këmbë unë. Por vëllezrit nuk pranojnë të flasin as me motrën? Jo, ata nuk më duan mua, nuk kanë lidhje fare, s'kanë lidhje fare. E qartë, por vajza ka tentuar të lidhet me vëllezrit e saj në Shqipëri? Ka papur edhe ka bërë blog, edhe vajzën. Edhe vajzën. E dashurika, duke ditur që ta shfrytëzojmë këtë dritare, do dohet ju përcjellni një mesazh 2 djemve të tu që jetojnë në Tiranë? Po, unë i kam kërkuar falje fëmijëve të mi. Tani mua më vjen për të qartë, se i kam fëmija, ata si kam parë, kam 20 e ca vite, 25 vjetë, nuk i kam parë. Dhe më dritet buza. Pastaj nuk, duhet më lëra atë edhe pali, mua me vajzën time. Se kam 2 fëmijët e mi, nuk i kam parë me sy. I në vetë o teta, njeriu ka punë një jetë, nuk se... I ka nga havi, edhe unë që kam një kur, i ka nga havi se buri nuk të ishte, ta i këtim, ta mirë, ta shpo i gjohë, edhe se të gjërova që i ka unë, edhe ndryshovi krejt ndryshe puna, se u 17 vjetë martes, nuk e me doja ku të ndajshë. Unë fëmijët e mi t'jenë mirë, të kenë njëri fjallë kam, të vogli e kam në Amerikë, me nusën me vajzën, edhe ish buri im, është në Amerikë me djalin, edhe më tha, po t'ishe me neve, tha, do ishe bashkë, do ishim bashkë. Djalin e madh e kam me punë të mirë, me gruan, edhe është në Tiranë. Unë uroj dhe shpresoj që ata të na dëgjojnë dhe uroj që të marrin guximin dhe të telefonojnë. E dashurika të falenderoj. Unë kërkoj falje, fëmijëve kam dërguar mesazh që unë kërkoj falje. Falje deri në gjunjë ju ulen fëmijëve të mi. Se kanë të drejtën e tyre, janë fëmijë. Unë të falenderoj që reagove ditën e sotme, të uroj jetë dhe shëndet dhe të uroj të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu. Shumë falenderit, por ti dua nga ana jote, të lutem, se unë kam shumë respekt dhe emisionet e tua unë i ndjek, gjithmonë. Ky person mos më shqetësoj më mua dhe vajzën, të lutem. Ta them unë, vajza nuk do më. Nuk do, të lutem mama, tha, më lëre haca
me ato të miaca, unë që e vogël ajo ka marrë vesh që nuk është babai original, por ajo është veprar shpirtërisht, prandaj thot, unë kam një baba, thot. Edhe nga njerë, ai që nuk është baba jot i vërtet, ato do më shumë atë respekton, se po dëgjojmë plot në për rrjetet sociale. Ai që më ka rritur, atë dua dhe respektoj. Unë të premtoj që pas ti live do lidhe me Palin, do flas, uroj dhe shpresoj që ti jesh një nënë e lumtur të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu dhe uroj që dhe Pali në një të ardhme, pse jo, ta telefonoj dhe ai t'ja dëgjoj një zërin sepse më tha para se të vdes dua ta njoh vajzën time. Ato i ka gënjeshtra, edhe për ato xhaxhan dajën që ka gënjeshtur, se ai nuk ka patur as shtëpi, ai daja vetë që është aratisur, atë ka njohur dhe unë, edhe ai jeton te shtëpi me qira, e nuk ka patur shtëpi. Nëse sot ai ishte i martuar me një greke, edhe shtëpinë e ka patur greçka, se unë e di shumë mirë. Edhe kështu që ai gënjen që ai do t'i lër. E rëndësishme është që ai përpara se të largohet nga kjo jetë ta njoh imazhin e vajzës. Gjithsesi, këto janë raporte që i vendosni ju dhe jo unë. Kështu që të falenderoj Lika dhe të përshëndes nga Tirana. Të përshëndes Zemar, gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.